Ndodhemi sot në zonën e Volgës në qytetin e Durrësit, ku disponojmë një opsion apartamenti 1+1 shpërshitje bashkë me një post parkimi në katin e parë të objektit. Ndodhemi fiks pranë shkollës italiane dhe porta kryesore e garazhit pra është me qepen elektrik. Ngjitemi lart të shikojmë dhe apartamentin. Këtu jemi në hyrje të apartamentit, pra si shfutemi përballë kemi pjesën e portmontos, në krahun tim të djathtë kemi të pozicionuar lavatrishën dhe nga krahu i majt është pjesa e tualetit. Mëtej vazhdojmë me pjesën e këndit gatimit, bashkë me ambientin e ndenjes. Apartamenti është i sapo arreduar dhe restauruar dhe i pa banuar më parë, dhe nga ana tjetër kemi gjithashtu dhe dhomën e gjumit. Gjithashtu nga kjo anë kemi dhe daljen tek balkoni i apartamentit. Apartamenti disponon 66 metra të mbrëmshme dhe 72 metra totale, ndodhen në katin e dytë me ashensor plus garazhin pra postën e parkimit në katin e parë. Është në shitje për një vlerë prej 140.000 euro i negociueshëm. Për gjithë ju që po kërkoni një opsion të tillë në qytetin e Durrësit, në zonën e Volgës, mos hezitoni të më kontaktoni. Ju mi pres.